Atëherë, mirë se erdhët në loja ndryshoi. Bëhu top 1% e studentëve dhe vendos ti karrierën tënde. Tani ky është një titull shumë bombastik, nuk e di nëse keni parë më përpara këtë titull diku, domethënë këtë posterin e trajnimit sot? Po? Ku e ke parë në rrjetet sociale apo jo? Të shkollës, ëh? Okej, good. Dhe unë kam një gjë me ju studentat, dua që të ndaj diçka, unë ka përgatitur diçka posaçërisht vetëm për Universitetin Qiliasi dhe dua të shtojmë vlerë tek brezi juaj, tek bashkëmoshatarët tuaj. Duam të diferencojmë 99%-in që janë gjijës, edhe 1%-in çfarë bën ky 1% ndryshe. Jemi okay deri këtu? Mendon që ju bën punë? Kush foli? Të dëgjojmë Krisma. Mendon që të bën punë? Po ose jo? Po, tani gjejmë si dihet. Okay. Nëse jam shumë i pakuptueshëm, jeni të mirëpritur që të më ndërprisni, të më bëni pyetje, unë kam dy gjëra që i kam tmerr. Gjëja e parë është kur më shohin drejt synit, edhe janë duke fluturuar. Edhe thon, po ky çfarë do këtu domethënë, se unë tash jam me pushime në Dubai, ç'po ka ky tash unë s'kam kam. E dyta është kur nuk merrni pjesë, pra nuk merrni pjesë aktivisht. Okej? Jetë loja është e tillë, për këtë që unë kam bërë edhe për juve, dua që të merrni pjesë aktivisht në mënyrë që të marrim maksimumin nga kjo. Okej? Ta provojmë me një duar trokitje? Ë? Kjo është. Okej, great. Atëherë, çfarë është cikësh problemi që kemi sot? Kemi statistika numër 1. Në Europë, mbi 50% të diplomuarve nuk punojnë në profesionin e studiuar. Pra ti mbaron për financë, bën një punë që s'ka lidhje me financët. Ti mbaron për administrim biznesi dhe bën një punë që nuk ka lidhje. Statistika e dytë. Koha pakthim, mesatarisht duhen 3 deri në 5 vite pas diplomimit që një student të arrijë të ardhurat e qëndrueshme. Juve jeni me pagesë këtu apo jo? I ka shkuar në një mendje që kjo është investim edhe duhet me ia kthy lekët mbrapsht familjes? Po? Si kemi ti? Juli. Një duar trokitje për Julin? Nuk më ndodh shpesh që studentët të jenë të ndërgjegjshëm që kjo shkolla me pagesë, Universiteti Qiliasi është një investim që ata po bëjnë për karrierën e tyre, por është një investim që duhet më kthy lekët, nuk është kështu nga ato të shtëpisë. Po në një farë mënyrë edhe t'ia shpërblej normalisht, por edhe duke punuar duke ia shpërblyer. Bukur. Juli, lutem shumë, është just business. Ato të shtëpisë po të investojnë tek ty në mënyrë që ti t'ia kthesh mbrapsht. Zakonisht funksionon më shumë se sa të kanë dhënë. Pra të kanë dhënë atë, ti duan më shumë. Kështu është koncepti i biznesit sot, edhe i jetës, edhe sepse jemi në një sistem financiar. Kështu që Urdhëro? Nga ato pjesa tjetër që do ja kthej vetës. Patjetër, pra prandaj themi që shumë fyshojmë. Sa do japim investitorëve dhe sa do t'i bëjmë vetë. Si do ndihesh ti Juli nëse do i bëje brenda vitit lekët edhe do ja jepsh familjes? Jo se ma ka nevojë, por thjesht më duket si detyrim, jo se ja ka nevojë prindi që unë t'ja kthej në një farë mënyrë, po mund të ndihesh shumë krenar. Është krenari personale apo jo? Krenari personale? Mendon dikush tjetër si Juli? Po, patjetër. Po si është dakord me parafolësin. Loja është këtu që neve jemi në lojën e biznesit. Çdo gjë është biznes. Dhe kur flasim për biznes, flasim për para, për kohë. Shkolla me pagesë, pra Universiteti Qiliasi është një lloj mundësie shumë e mirë që ti të kuptosh që dikush po investon tek ty dhe gjëja më e mirë që ti duhet të kuptosh vetë, pa të ta thënë se prindrit edhe ju vjezor, është që duhen më kthy lekët. Dhe 3 deri në 5 vite zakonisht ndodh që ti do kthesh lekët e investimit të shkollës tënde. Çfarë paguan realisht tregu? 70% e punëdhënësve thonë se aftësitë praktike vlejnë më shumë se sa diploma. Tani diploma bëhet shumë thjesht me ChatGPT. Për një CV të bukur aty me ChatGPT, aplikon
edhe askush nuk e merr përsipër. Pse? Sepse ajo inteligjenca artificiale e bën më mirë se sa ti mund ta bësh. Kurse kur flasim për pjesën e aftësive, këtu tash flasim për business skill. Pyetja që bëhet, si ta bëni që këtë shkollë të vlej financiarisht për juve. Pra juve këtë ta keni si një lloj trampoline, si një lloj mundësie që juve ju jepet Universiteti Universitet e Sportet, apo jo? Këto e sporteve, si ta monetizoj, pra si ta konvertoj në para. Nuk është halli me bosh shkollën me mësu të diplomën edhe me morat e certifikate. Puna si ta konvertoj në para. Sepse nuk është problemi me qenë ekspert i mirë i fushës. Puna është që ta monetizosh njohurin në para. Për shembull ti Juli, si do ta monetizosh këtë njohurin tënde? Juli, do gjesh i punë të mirë, me praktik do gjesh i punë të mirë. Ka dikush tjetër një opcion? Unë kam një propozim. Pyetja që interesante, sa për ju që kemi menduar që këtë investim ta bëni brenda një viti, neve përdorim një që quhet, po themi, akselerator ose përshpejtues. Për shembull, do gjesh i punë të mirë, duhet një 35 vite me të kthesh kthimi nga investimi. Po nëse ti mund të marrësh një përshpejtues, një akselerator që neve i quajmë business skill, pra aftësi biznesi, high income që prodhon të ardhurat larta, edhe ti ta bësh brenda një viti këtë gjë. Po, por nuk po flas për punën, po flas për aftësinë që të gjeneron punën, se ti mund të punosh me çunat edhe me gocat tek universiteti, tek sportet, mund të bësh edhe financën mas dite. Kjo nuk të prodhon ty që ti ta bësh për një vit të kthimin e investimit. Kthimin e investimit do ta bësh vetëm nëse ti merr atë që quhet akselerator, përshpejtues, pra mëson një aftësi biznesi, duke të ndihmuar aftësia ajo inteligjenca artificiale, por aftësia jote. Pra business skill jote që prodhon high income. Ndodh kjo? Mundet të ndodhi? Ndodh edhe unë do t'ja tregoj. Keni kuriozitet ta vazhdoj? Po. Atëherë, dikur ka qenë diplom, punë, rrogë. Edhe kjo është ajo që neve i themi job economy. Ekonomia e punës. Tani me AI-n, me shumë gjëra që kanë ndryshuar, sot është aftësi, vlerë edhe të ardhura. Tash çfarë është vlera, çfarë të ardhurat do të shohim. Realiteti brutal, diplomat nuk të bëjnë të pagueshëm, aftësitë po. Si funksionon high-ticket? Tani, çështja është këtu, kur neve flasim për pjesën e aftësisë, flasim për atë që quhet si quhet përshpejtues, akselerator. Pra unë çfarë problemi kam? Duhet të nxjerr lekët e shkollës brenda vitit. A ndodh kjo? Ndodh. Edhe unë po ja tregoj se si. Një nga opsionet që ti mund të bësh është që ti të përdorësh metodën high-ticket. Tani si funksionon high-ticket? High-ticket është anglisht, domethënë biletë shtrenjtë. Për shembull, më fal, ç'i kemi? Tonine mund të punoj në një punë që mund të marrë 1.000 euro rrogë, por mund të punoj po të njëjtën kohë, dikuj që mund të marrë 1.500, 2.000. Po flasim të njëjtën kohë, ti e shpenzon në punë marsin 1 ose në punë marsin 2. Tani pse ti shkon tek dyshi dhe jo tek njëshi? Sepse ai paguon më mirë. Just business. Unë jam në biznesin e kohës, kam këtë orar pune, tani ku do punoj, këtu apo këtu. Tani për ta bërë këtë gjë nuk ndodh me diplom, po të ndodh me një që quhet aftësi biznesi high-ticket, si ti e shet veten, si ti e tregon veten. Ose më saktë, si ti e prezanton veten në një lloj forme që të shtosh vlerë, jo me ja hedh aty tjetër. Dhe kjo bëhet vetëm nëpërmjet asaj që quhet aftësi biznesi. Ti mund të jesh një financier shumë i mirë, nuk të mjafton. Ti mund të jesh një trajner sporti shumë i mirë, nuk të mjafton. Pse? Sepse të duhet ajo që quhet psikologjia high-ticket. Në fushën tënde ti mund të stërvitesh një person, një student, ose një ekip, ose një kampion bote. Edhe imagjino të si shkojnë të ardhurat e tua, që se ti stërvit një kampion bote, mirë po çfarë të duhet ty për këtë? Nuk të duhen aftësitë fizike. Mësoje më mirë atë lëndën, bëhu më i mirë. No, ty të duhet një psikologji që quhet high-ticket, që është një mindset që unë them, më falë, që kemi? Lorenci thotë, ore, sa të rritë merrem unë me Julin, sa të rritë merrem me njëri që mendoj që do bëhet kampion bote, sepse kohën unë e kam isoj. Atëherë, merrem me këtë kampion bote dhe fitoj më shumë.
fitoj high ticket, pra bëhem high ticket. Kjo është diferenca e madhe ndërmjet asaj që ti je ekspert i fushës, ti je një trajner i mirë, ti je një financier i mirë, ti je një punonjëse sociale dhe shëndetësore e mirë, dhe ti je një monetizues i mirë. Pra që di ta konvertosh veten, ta pësh atë që quhet scale. Me këta orë pune që kam, me këta aftësi që kam, kujt t'ja jap atë orën time, kujt t'ja shes kohën time. T'ja shes punonësit 1 apo punonësit 2. Botën e sotme sot e ke shumë thjesht scale-in. Pse scale-i? Scale-i është do të thotë me këtë që ke bësh jump, fitosh më shumë. 8.000 euro, 10.000 euro në muaj. Pse? Sepse nëpërmjet sistemit online ti mund punosh për gjithë botën. Financier mund punosh këtu ku je, sistemin online punon në Amerikë, punon në Gjermani, po me taksat këtu, edhe me kozën e 82. Kush do me ikja shtetit, lëri takim me mu, pasaj të marri vendimin. Dhe në momentin që ne po flasim për scale, flasim që ti nuk mund bësh dot asgjë nga këto që po flasim pa pasur këtë gjë që quhet akselerator ose përshpejtues. Okej? Tani si funksionon? Funksionon në tillë formë. High ticket është çmimi premium dhe kemi 10.000 euro produkt. Tani kompanit kanë një që quhet nevojë për të shitur, okay? Tani unë du të shes produktin tim. Në momentin që unë shes produktin tim, le të themi që kushton, urdhëro? Jo, për të shitur, për të cilë lek në tavolinë. Reklama është tjetër gjë, është komplet ndryshe. Shumica e shqiptave fokusohen me bërë reklamën, me bëj prezantim të bukur. Oh, disa bukur ta bëjmë prezantimin. Është bullshit, është wrong. Pse? Sepse duhet cili lek në tavolinë. Kjo quhet në ç'kuptim? Se sa zgjat ajo reklam, ai marketing ndoshta, sa qëndrueshëm është. Sa sukses mund të ketë. Po pra, do me thënë, kemi atë që quhet konvertim të kësaj gjës. Pra, ti ke një prurje, do bëjmë pastaj një demonstrim në lidhje me Universitetin e Qeriazit, kemi atë që quhet prurje, kemi dhe atë që konverton, që si e lekët në tavolinë. Zakonisht ka shumë prurje, por nuk ka konvertim, se nuk din njerëzit, shumë pak din të shesin, ose të mbledhin lek në tavolinë. Shumica janë prezantues shumë të mirë. Ma lërë, se ta prezantoj jo. Po lekët, ta shi, ore, qa thaj, tha, po apo jo, s'di asnjëri asgjë. Dhe momentin që është kjo pjesa e konvertimit, pra e monetizimit, atëherë është një different story. Le të përsërim që neve kemi një produkt që kushton 10.000 euro, dhe është marrim 10% komision, dhe neve po flasim gjithmonë për lekë në tavolinë dhe del 1.000 euro. Okej. Perfekt. Tani, në momentin që neve po flasim për momentin hajtikit se si ta bëjmë për Julin. Okej? Po? Juli është atë. Kush foli? Okej, ti se Tonine. Në flasim për Toninën. Tonine. Kam një mik që është kam Tonine. Tonine, në qoftë se do që ajo të shesi produktin e saj financa, ajo duhet mësoj se si t'japi vlerë një kompanie e cila prodhon vlerë më shumë se sa paguan. Pra, nëse ajo nga puna që bën Tonine fiton më shumë se sa mund ta bëj vajza tjetër, si Kamila. Pra, le të themi Lorenzo është punëdhënësi, që ta bëjmë çik më të qartë demonstrimin. Punëdhënësi është Lorenzo, dhe Lorenzo po kërkon një financier. Nxjerr njoftimin, vjen Tonine, vjen edhe Kamila. Nëse Lorenzo kupton që nga puna e Kamilës fiton më pak se sa nga puna e Toninës, kë do marrin punë? Tonine. Pra, kjo është ajo gjëja që quhet, po mirë, po shikoj, po eri duhet ta provosh që kjo quhet shitje. Sepse ti duhet ta provosh, duhet ta shesësh gjën përpara se të ndodhi. Sepse bovaki ai merr Kamilën, Tonine ka te konkurrenti jot, nuk pret. Prandaj është çështja e asaj që quhet goca duhet të jenë shitse shumë të mira të punës së tyre. Në mënyrë që të prodhojnë një rezultat më të mirë për tjetrin, jo vetë. Okej? Tani bëjmë një kështu roleplay? Qa është roleplay, si këna po njerë? Kush merret në Universitetin Qiriazi për shitjen, për atë karrierën? Leo, okej. Ne japim çik mikrofonin Leos.
Tani do ta bëjmë si funksionon high-ticket me Leo. Këtu është kjo barkodi. Këtu mund të lini mund të aplikoni për një trajnim falas se si të bëni shitjen high-ticket. Okej? Mund ta skanoni këtë, do shkruani direkte aty del WhatsApp edhe jeni direkte. Okej? Pra, në momentin që e skanoni, si skanohet kjo, e çon telefonin tek fotoja, shkruan aty dhe fikson një orar në ato orarin të më të mirë. Okej? Unë po e lë dhe tani po filloj me demonstrimin. Ti Leo je një më thojnë za, shitës. A do vish këtu të apim këtu live? Okej. Leo ka marrë gjupin, ka marrë pallton sepse ishte përgatit për në Borë, po nuk e di pse erdhi këtu domethënë, po me që i doli. What? Deactivated. Okej. Atëherë ka një problem, atëherë mbani shënim numrin e telefonit dhe shkruani në WhatsApp tek ai numri. Mund ta bëni tani ndërkohë që flasim? Në mënyrë që të mos kemi një defekt tjetër. Numri nuk punon. Tani, Leo, ti do bësh rolin tënd. Bëu më i keq i mundshëm, bëu çat dushti domethënë, edhe unë jam closeri i Universitetit Qiriazi. Mirë? Okej? Good. Jemi gati? Okej, tani unë jam në rolin e shitësit. Ky është në rolin e studentit që po aplika. Okej? Përshëndetje. Përshëndetje. Si quheni? Leo. Leo. Okej. Leo, unë jam Eri Business Coach edhe jam në dispozicionin tënd për çdo lloj pyetje që të kesh në lidhje me universitetin tonë. Si mund të të ndihmoj sot? Unë fakt isha interesuar për të parë çfarë ofron në Universitetin Qiriazi për të vazhduar studimet. Çfarë ofron për universitet? Shiko, pyetje e bukur kjo. Faktikisht ne i bëjmë shumë shpesh studentët, po neve kemi një larmishmëri gjërash që ofrojmë. Ti konkretisht ç'ne erdhe këtej? Po thjesht pata dhe rrugën pas universitetit për të marrë informacion. Pe nga rruga. Kështu këto rrjetet sociale nuk peni reklam? Nuk i përdor. YouTube këto në fare. Okej, good. Pëlqeu Godina çfarë të tërhoqi? Po më tërhoqi edhe energjia Godinës, ambienti ku ndodhet. Energjia Godinës. Pëlqeu ajo 1922 apo? Ja. Është 100 vjet shkollë, 106 vjet, 4 vjet shkollë. Shiko, Leo, përpara se unë të të prezantoj programet tona, se kemi të ca oferta, nuk e di sa më përfitosh. Leo do të bëj ca pyetje përpara nëse ky universiteti jon është adapt për ambicet e tua, se dua që të shërbej më mirë. Ti ku e ke mbaruar gjimnazin? E kam mbaruar në X Filan Gjimnaz, XYZ. Okej. Tek këtu në Tiranë apo në Shkodër? Në Durrës. Në Durrës. Okej. Kemi goxha nga Durrësi. Na vinë shumë studentë nga Durrësi. Durrësi është një ndër ato qytetet që e preferojnë më shumë, se kanë edhe afër Tiranën, edhe kanë edhe afër me autostradën, por është pjesë që nuk e di, kemi shumë studentë ekselent nga Durrësi, të cilët kanë gjetur punë shumë të mirë në Tiranë dhe janë spostu. Pra ka qenë Durrës, kanë marrë universitetin, bilet gjatë kohës si bëjnë universitetin, bënin dhe punën se duhet me qitë lekë të universitetit, pra nuk kanë kërku financa nga familja, dhe bum janë me shtëpi në Tiranë dhe punojnë në kompani prestigjioze, kompania A, B, etc. Ti personalisht nga Durrësi, cili është ambicia jote? Ku e shef ti veten pas 5 vjetësh? Dua të mbaroj një fakultet thjesht sa më e pas aty. Me marrë punë. Thjesht kemi diplomë. Po ç'ne e do diplomën? Vjezor nga shtëpisë? Ke hall mos marrin për ushtar? Është mentaliteti. Diplomë që ti jesh njëri i arrir. Njëri. Po nëse se ke këtë diplomën çfarë ndodh? Ti njëri që bën një punë 9 to 5 job. 95. Pra, nëse ti bën universitetin, ti nuk do bësh 9-5. Nëse ti bën universitetin, nëse ti nuk e bën universitetin, ti do përfundosh 9-5. Nëse ti e bën universitetin, mund punosh një punë jo 9 to 5. Për shembull, çfarë pune? Jurist. Si punojnë juristat financiar, si punojnë? Do shta nëse ti ke biznesin mund ta bësh part-time. Mund ta bësh part-time, po. Me thënë drejtën, këto gjithë studentët që duan të hapin biznes, vetëm sepse e urrejnë punën 9-5. Nuk e di. Shoqëria jote besoj mendon njësoj apo? Yes, është e kënaqshme. Edhe çfarë bëjnë këta skretët, hapin biznes. Mirë, po në momentin që ti hap biznes, nuk ke parasysh ca statistika. Që kur hap biznesin tat, Leo,
Nuk është se punon 9-5. Nuk është se punon part-time. E di sa punon? Punon 24 orë, Leo. Ti e duke fletë gjumet e të gjirona, i bo klientët, bo qeraja, bo kredia, bo. Vetëm 9-5, dhe i thu, kush e 9-5, a zoti mos, sepse u maroj atë, e fus telefonin në ujë, që mos ketë zhurmë po mëra telefonin, dhe vazhdoj bëj jetën time. Nuk e di tash se ku jeti te kjo pjesë. Unë do them të drejtën, dua të vazhdoj për drejtësi dhe thjesht doja të dija ca informacione çfarë ofron Universiteti Qiriazi. Drejtësi, po çfarë të lidhet me drejtësi? Po, ajo çfarë unë kam ndjerë që në vogël që kam dashur të bëhem një avokat. Drejt, dua të shërbej popullit në mënyrë më fair që të jetë mundur, të marrim të gjitha gjërat e nevojshme në rrugët ligjore. E kuptoj. Avokat zakonisht është nga këto profesionet që e kanë të trashëguar nga prindit, nga juristët edhe këto. Që 4 nga 3 shqiptarë janë juristë, po. Jo, e kanë të trashëguar si doktorët. Për shumë, doktorët gjithë brezin e prodhojnë në këtë lloj forme. Juristët sjellin atë, për shumë gjyqtarët e tjerë. Ti keni një lidhje me drejtësi, pra prindrit, thjesht dëshirë personale. Pra, je tip që pëlqen me studiu historinë, pëlqen je tip që ulesh, lexon, je tip që lexon kushtetutën në një gjë. Je tip kështu që të pëlqen të negociosh me lloj njerëzish? Jo. Okej. Aty vetëm kur duhet. Po avokati tash si dia bosh tash do përzgjedhësh, do thosh vetëm to që duam. Ai përzgjedh, okay. Është drejta ime. Pas ke ça tendenca closeri, bravo, më pëlqen. Pra nuk bën biznes me çdo lloj personi që vjen përpara. Po mirë, tek pjesa e avokatit ti mendon që avokati është e përgjithshme, është gjë e madhe. Do të futesh tek pjesa e krimeve, do të futesh tek pjesa e financave, cili avokat do të jesh? Të them drejtën i çështjeve penale. Penale, këto me krimet me këto. Okej, good. Mirë, nuk e di ke parë më përpara në universitete tjera? Kam parë të më drejtën, po më duket, Qiriazi më duket më bashkëkohore dhe nga ambienti, nga çdo gjë që ofron. Ambienti. Po këto të tjerat çfarë nuk të ka pëlqyer përveç ambientit? Të them të drejtën nuk është ka diçka specifike që s'më ka pëlqyer, prandaj erdha tek ju për të marrë disa informacione më shtresë. Nuk ka diçka. Për shembull kur ti vlerëson për shkollën, çfarë vlerëson më shumë? Godinën, pedagogët, rezultatet? Si fillim është personalisht si Leo, godina sepse dua të ndihem mirë aty ku jam. Godina më jep një lloj satisfaksioni nëse mund të quaj. Pastaj është qasja e pedagogëve tek studentët, e prorët që janë drejtuesit e institucionit, dhe pastaj të gjithë njerëzit që e bëjnë Qiriazin të vinë në jetë. Okej. Kur flasim për këto pedagogët, faktikisht arma jone fort janë pedagogët, sepse neve kemi tek fusha e drejtësisë, kemi gjithë pedagog, gjyqtar apo avokat që janë të fushës, edhe neve bëjmë një mundësi, workshopi, që ata punojnë pa lek, pra punojnë, pra ti e bën mësimi sot, edhe do punosh, si është ajo shpreha, s'po më vjen tani, dhe ti punon atje dhe merr eksperiencën. A jeti nga këto tipat ambicioz? Po normal, ose dhe pak ambicie. Okej. Pjesën ke bizit flasim pak për lekët? Po patjetër. Okej. Tash tek pjesa e investimit, kur ti mendon mbarojmë 4 vjet shkolla jon, edhe ti mendon që do fitosh para. Sa mendon ti që mund të kesh rroga mujore? Jotja. Po tani, njeriu nuk kënaqet as me shumë as me pak, por të ketë për të jetuar një jetë sa më normale të jetë e mundur. Unë besoj 1.5 ose 2 në muaj. 1.500 euro, 2.000 euro në muaj. Okej. Pra po flasim për 20... Pas përfundimit të akademisë. Të akademisë. Pra po flasim për 18.000 euro, 25.000 euro në vit. Po. Kjo është ambicia jote. Edhe ti po fluam mbas asaj, akademisë, po? Mbas shkollës. Po. Do ishe interesuar që ta marrësh këtë rrogë përpara se të mbarosh shkollën? Pse jo? Okej. Mirë, shiko, Leo, neve kemi disa paketa të cilat kushton... Shkolla jonë është e shtrenjtë. Do me thënë, nuk është tek to që merr diplomën edhe maro punën. Se
Nuk është e tillë. Këtu nëse do me marr diplomën me e blen, nuk e blen dot. Nëse do të jesh serioz, ne jemi shumë të përzgjedhës në siç ishe ti si avokat që nuk i merr gjithë klientët, edhe neve jemi shumë selektiv tek studentët. Domethënë nuk duam kështu diploma, printim diploma. Kam mbaruar mesat, kam qenë me mesataret edhe në gjimnaz edhe në provimet. Ti qeke ekscelent, valla, ti qeke super, pra, ti qeke fat. Ti qeke fat për shtetin që neve mund të bëjmë biznes bashkë, edhe ti mund të futesh direkte në programin e punës. Atëherë, çmimi është 2.000 euro, po meqense ti qeke 10 në atje, ty të shkon 1.000 euro në muaj, në vit. Perfekt? Okej. Këtë bursën e kam çdo vit apo vetëm vitin e parë? Kam përshtypjen që ke Se nëse çdo vit mund të firmos kontratën që sot. po nëse nuk është? Duhet të negociojmë për diçka. Ti çon diçka. Për shembull, nëse ti e ke vitin e parë, edhe unë t'jap mundësinë që ti të gjej të lidh me ca avokatët më të mirë të vendit, edhe ti ndërkohë që të shkollës dhe këtë, sa do paguash më shumë? Jo, do të them të vetëm më intereson më shumë bursa. Po. Dua që Pra, nuk do të lidh me avokatët? Jo, dua bursën e shkollës ta kem një mirë çdo vit. Okej. Në qoftë se unë nuk ta jap ku do shkosh? Ka prioritet të tjera. Të tjerë, që kanë kodinën njësoj. Po edhe ndoshta jo njësoj, Njësoj, por të paktën tek tarifa të vlerëson për ato se çfarë jam munduar të fitoj ndër vite. Pra, në qoftë se ti do ikish në universitet tjetër, të cilët nuk janë këto pedagogët tanë dhe nuk kanë këtë infrastrukturën, ti ja vlen që të humbësh karrierën tënde, të rrezikosh, nuk po them për të humbur, por të rrezikosh karrierën tënde për 5.000 euro, 4.000 euro në jetë, se nuk po them në vit, në jetë, sepse biles jo tamam është 3.000 euro. Ti për 3.000 euro ti rrezikon jetën tënde që unë të them që ti mund të ta marrësh kthimin brenda 4 vjetëve, edhe mund ta dyfishosh këtë. Ti japësh lekë të shtëpisë, të kesh edhe mundësi siç kanë bërë bashkëmoshatarët e tu që kanë jetu këtu në Tiranë. Po tani unë kërkova diçka që besoj një studenti ekselent duhet të jepet. Nëse universiteti i Qirazës nuk më ofron, pse të më ofrojë një universitet tjetër? Po pra, nëse unë sta ofroj për 3 vite, bravo. Pra, për këto vitet e tjera ti do rrezikosh 3.000 euro, pra për 3.000 euro ti do rrezikosh dhe do pendohesh gjithë jetën. Që pse se mora atë gjë, sepse nuk u lidha me këtë avokatin më të mirë Shqipërisë. Po nëse bën diçka tjetër, Eri. Nëse të paktën viteve të tjera ta kem 7%. Çiko, Leo, se s'po më kupton edhe herë se duhet të qartësohesh çik. Kemi 3.000 euro edhe jetën tënde. Se këtu nuk do jesh më kaq beso për këtë. Kudo që të shkosh në këtë moshë nuk do jesh më. Tani për këtë 3.000 euro është karriera jote. Ti zgjidh edhe merr. Pasi të duhet pak kohë. Të konsultosh njëri me prindrit? Në momentin që unë kërkoj që dua ta kem bursën çdo vit. Dhe vetëm për vitin e parë. Jo, nuk është, po ta them që s'është. Po të jap vetëm vitin e parë dhe po të jap mundësinë që ti do marrësh avokatin më të mirë. Edhe po ta them edhe një herë, është avokati ABC që është fat edhe nder që ti kesh edhe e kanë 1.000 euro, e kanë 5.000 euro orën, që ti ti takosh për i konsulencë për avokatie. Ke bë këtë krimin, edhe ai thot, do të më takosh ti, mu thot 5.000 euro. Është më i miri që kanë treg dhe ky që ka marrë këtë. Jam dakord. Tani, në ty tjetër, jo, mase do të vendohesh. Vendohu, s'ka problem, se unë këtu jam. Jo, bie dakord, sa njësor. Okej. Atëherë, Se dua këtë avokatin që të më që të? japi informacione shtepë të bëhem një avokat i arrinjes përsërisë. Po, pse do të të ndihmoj ky avokati për karrierën Ma tënde? jepi ju si mundësi. Jo, po pse do të ndihmoj ty ky avokati im? Po sepse e meritoj? Pra, a shikon si një trampolin shumë i mirë për karrierën tënde? Kjo është ideja. Kjo është ideja, sepse unë nuk çoj atje. Okej, mirë, kur je i gatshëm të regjistrohesh? Tani? Tani? Okej. Bum, e fond roleplay. Hama, si u duk? E më shqyqyrë të akrisë nga qmene se do ikim. Okej, mund kemi një duar trokizje për... Thank you. Ani, morali fabulous, sepse kjo është një Closer Masterclass, është një akademi që është 3 muaj program. Shumë shkurt për ju bëj një përmbledhje. Unë isha ai personi i cili nuk e shtyva, të lutem bleje, nuk i bëra fare prezantim produkti. Ke këtë. Cila ishte aftësia që bëri shqitjen? Pra një tipar që Universiteti Qiriazi e ka, e cila realizoi shqitjen. Kush e gjen? Ka një bonus.
Kush ishte një? Mund t'jesh edhe ti, Leo. Kush ishte një gjë, një aftësi e universitetit, një veçori që Universiteti Qiriazi ka, i cili bërit mundur shqitjen? Reklama? Okej. Karriera, tjetër? Studiosh dhe punësosh njëkohësisht duke marrë edhe, domethënë, të jesh në fushën tënde dhe ti bësh javë që nesër pas përfundimit të karrierës dhe direkt në profesionin tënd duke pas eksperiencë njëkohësisht bashkë me studime. Ti emrin ti? Suzana. Suzana, bravo. Elementi kyç nga 25-50 aftësi, ashtu tipare që ka Universiteti Qirazi, vetëm njëra e shiti, lidhja me avokatin. Pra unë do t'jap akses me avokatin, o vlla. Ky është avokati më i mirë që bë 5.000 euro ora këti. Kushdo që ka hall, se ti se kupton, po edhe inshallah se kupton o zot, po kushdo që ka hall, jete me mblekët vetëm i orë, me taku po 5.000 euro. Dhe unë po t'jap mundësinë që kjo e shiti. Pastaj bëj çfarë dush ti, ky do me mul çmimin unë, po hik po plak se si e këtu. Dhe pastaj e qartësova në lidhje me karrierën, dhe me krimin nga investimi. Okej, mirë, kjo ishte edhe për sot, edhe ju uroj një suksese, vit të mbar edhe mirë të takofshim e tjetër. Gjë. Nëse keni pyetje, ose e mbyllim se jeni me çanta gati. Mirë pafshim.